miq të nderuar, dëgjues të nderuar të radios Sibilat e Veriut, neve sot si ekip dhe si kuadër të radios Sibilat e Veriut gjendemi në Thet. Pra, unë Gëzim Ajgeraj e bashkë me mua është edhe zonja Prenda Sejdia. Jemi pikërisht tek varri i të madhit Robert Elsi. Njëkohësisht me neve është edhe Besarda Shkoza, e cila është pjesë e radios Sibilave të Veriut, por që do të paraqitet më vonë sepse janë kushtet asisoj që incizimin është duke bërë Besarda vetë dhe sigurisht ajo më vonë do të ketë mundësinë edhe ajo të prezantoj. Unë për të përshëndetur i jap fjalën edhe zonjës Prenda Sejdia. Përshëndetje të nderuar miq, mirë se ju gjejmë në këtë fillim shtatori. Unë e falenderoj përzemërsisht bashkëpunëtorin ton që ka udhëtuar nga Zvicra për në Shqipëri dhe premtimi ka qenë që për herë të parë që jem në Shqipëri, unë do vizitoj edhe varrin e albanologut, mirënjohur shqiptar i cili e deshi Shqipërinë aq sa edhe frymoi shqip, por bëri edhe botën të ta doj, tek Robert Elsi dhe prandaj jemi këtu sot. Po, zoti Gzem? Faleminderit zonja Prenda. Sigurisht është interesante për shikuesit dhe dëgjuesit tanë të njoftojmë se në numrin 34 unë kam votuar një pjesë bukur të madhe të studimeve të albanologut shqiptar Robert Elsi, por neve do të flasim pak me që jemi këtu pranë varrit, le të jetë edhe ky një homazh i ynë si radio dhe si bashkëpunëtor që ja bëjmë tek varri i tij. Pra, kjo pjesë që po japim tani këtu, neve po japim edhe inserte për të përcjellë edhe tek shikuesit tanë dhe këto imazhe sigurisht do të jenë një frymëzim edhe për ju të gjithë që na ndiqni. Pikërisht për këtë unë do të flas disa fjalë për Robert Elsin, me që unë kam pas rastin edhe të bashkëpunoj disa herë, të komunikojmë disa herë. Sa ishte gjallë ai, sigurisht për poezitë dhe për përkthimet që ai merrej në atë kohë. Por unë sot do të flas pak rreth biografisë së tij. Robert Elsi më 29 qershor 1950 dhe vdiq më 2 tetor 2017. Ishte albanolog, shkrimtar dhe përkthyes gjerman i lindur në Vancouver të Kanadas. Jeta. I lindur më 29 qershor 1950 në Vancouver të Kanadas, Elsi e ndoqi Universitetin e Kolumbisë Britanike of British Columbia, ku mbaroi studimet e filologjisë klasike dhe gjuhësisë më 1972. Po në atë vit ai shkoi në Europë me një bursë studimesh, ku në vitet në vijim vazhdoi studimet e larta në Universitetin e Lirë të Berlinit Perëndimor në shkollën praktike të studimeve të larta, pra, në Paris, në Institutin e Dublinit për studimet larta në Dublin, në Irlandë, në Universitetin e Bonnit, ku mbrojti doktoraturën në vitin 1978. Pra, pjesët në gjuhët e huaja që janë këtu unë nuk po i lexoj, ndaj po dalin edhe pak të shkëputura. Që nga viti 1978 pati mundësi të vizitoj Shqipërinë disa herë në kuadrin e takimeve shkencore midis Institutit të Gjuhësisë dhe Universitetit të Bonnit dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, si dhe mori pjesë disa vite me radhë në seminarin ndërkombëtar për gjuhë, letërsi dhe kulturë shqiptare në Kosovë. Pas studimeve universitare punoi për Ministrinë e Punëve të Jashtme gjermane në Bonn dhe nga 2002 deri në vitin 2013 për Tribunalin e Hagës, në veçanti si përkthyes në disa raste duke përfshirë gjykimin e Slobodan Miloševićit. Elsi është antar i shoqatës së Europës Juglindore, në fakt ishte dhe antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, si dhe antar nderi i shoqatës shkrimtarëve të Kosovës. U ndan nga jeta më 2 tetor 2017, duke lanë amanet që të prehej pikërisht këtu në Thet të Shqipërisë, pranë varrit të cilit jemi tani këtu. Dhe neve sigurisht për ta nderuar edhe një herë veprën e tij, jemi për t'i bërë një lloj homazhi pranë varrit të tij, edhe unë si shkrimtar e poet, por edhe si radios Sibilat e Veriut, dhe për cilin pastaj neve do të transmetojmë edhe për ju dëgjues të nderuar. Zonja Prenda, fjala është për ju.
Shumë faleminderit zoti Gzim. Ashtu siç janë edhe këto gërmat e emrit të tij të gdhendur në këtë gur, besoj që edhe në kupën qiellore do të jetë gdhendur shqip. Prandaj në vargun tim janë të gdhendura disa fjalë të tjera të cilat ju kanë kushtuar po këtij albanologu kaq të dashur për gjithë shqiptarët, i cili me shumë dashuri për të gjallët e tij e lasi testament të varrosej këtu mes bjeshk dhe moshkëri gjelbra të thethit, ku alpet shqiptare flasin me gjuhën e tyre. Ai erdhi të prehej shqip, kushtuar studiuesit Robert Elsje. Në tjetër anë globi u linde, cep në cep e degdisën shtegtimet, ndjesit për alpet e shqipeve mishrim. Një jetë me Albaninë për të, kronikat për një popull të lashtë të bekim, kultur, tradite, etni, penda që këndoj me gjakimin shqip. Dhuntin pati soditur nën qiellin blu, mes bjeshkëve prallore të thethit madhështor, zgjodhi flatrimin e shqiponjave mbi, testament i gurt u bë, Albanis ju bë. Robert Elsje, i gurt me zemrës tokës dhe ajrit pastër të alpeve shqiptare, ku dielli shtron shkëlqimin mbi gur, e ngroh kujtimin e emrit atje mbi shtëpinë e përjetshme. Pik në këtë fillim shtatori, pikon vargu mbi muze flatron mbi flet, ndjesi e personazhit jashtëzakonshëm studiuesit albanologut Robert Elsje, që gjak shqiptarin ndërdeje i lëvroi, e penda shqip i këndoi. I lindur në Vancouver, bon ndërroi jetë. Prehën shqipe amanetin në thet, respektin tënd mbi bargje e gdhend, bekuar qofsh. U presh shqip i qetë. Robert Elsje. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit për këtë poezi përkushtuese për figurën e madhe të Robert Elsit. Nëse ju do të na thonit edhe Unë diçka. falenderoj që pikërisht sot në ditën e shëntrimit Nën Terezës, zoti Gzim vendosi që ne të na bashkojt na sjelli këtu. Po zoti Gzim. Faleminderit shumë, faleminderit. Nëse nuk keni diçka për thënë, unë do ta kërkoj edhe Besin ku përpara neve, ndërsa ju duhet ta zaventësoni në kamera atje. Po.